Pyetja ime e dytë është për Ministrën e Punëve të Brendshme. Hajdutëria dhe hajnia janë tipare identifikuese për funksionarët e BDI-s. Janë të njohura plot raste ku funksionarët e BDI-s janë të implikuar në vjedhje dhe hajni. Musa Xhaferi është i njohur për hajnin në aferën e Telekomit. Agron Buxhaku, ish dhëndri Ukrainas dhe tash i juaj, si ish ministër është i njohur për hajni dhe dallaveret e tij me shiqjen e tokave shtetërore. Shumë funksionar tjerë, ish ministra që sot i kemi deputet, në për raportit e enteve shtetërore për revizion, tregojnë se kanë bërë keqpërdorimet mëdha financiare me ato poste që kanë udhëhequr. Po se hajnia ka mbërritur edhe te vjedhja e drunjve në për shkolla, kjo s'ma kishtë marrë mendja kur. Me këto hajni të vogla, vetë se tregohet vogëlsia shpirtërore e këtyre njerëzve që fatkeqësisht thonë që përfaqësojnë shqiptarët. Profesorët e gjimnazit të Likovës dhe prindrit e nxënësve që mësojnë në këtë gjimnaz, më janë ankuar se Ali Ahmeti, lideri i BDI-s, i ka marrë drunjët në shkollën e Likovës, në gjimnazin e Likovës. Është për të ardhur keq. Kur bën ashtu lideri, çka ngel për ju tjerët. Vërtet është për të ardhur keq. Një funksionar tjetër i BDI-s në Tetov është kapur duke vjedhur ari në një artari. Drejtori i postës Manastirit, kuadër i BDI-s është në burg për vjedhje të mobiljeve në postë. Drejtori i higjienës komunale Shkup, kuadër i BDI-s është në burg i përfshirë në një incident me gjuatje armësh, dhe së fundi, skandali i radhës, ministri i drejtësisë para disa ditëve sipas disa mediumeve është kapur me një lokal me armbaqje pa leje dhe thuhet që ka pasur edhe drogë. Pyetja ime për Ministrën e Punëve të Brendshme është: kërkoj informat për aksionin policor në klubin e natës, ashtu quajtur Sherri, në parkun e qytetit Shkupit, ku është implikuar Blerim Bexheti, ministri i drejtësisë dhe njerëzit e tij.